të ndryshohet me luftë. E qartë, Poli, Këshëbaja duket nga gjithë gjasat që ka një lloj qasjeje mbrapa Izraelit, por nëse kujtojmë ato çfarë tha në fushat Trumpi, që do ta ndalë luftën në Ukrainë për 24 orë me Rusin, dhe negociatat bën disa herë, kanë dështuar, nuk ka një armëpushim, një paqe të zgjatur mes Ukrainës dhe Rusisë. Mendon që këtë radhë Trumpi mund të realizojë këto premtimet të tij globale që le të themi për të pasur më shumë paqe apo për të ulur në negociata, për ta ndaluar në mënyrë diplomatike? Tani Trumpi nuk po e shpjegojnë dot ata, ka ndryshuar edhe këshilltarin e sigurisë tani, ato drejtorët për Europën në jug lindore, për Azin, i ka ndryshuar, i vendos të hanë i heq, të largojnë ata ose në pozicione të tjera të mërkur, kështu që në këtë kuptim nuk kam çfarë të them. Di këtë që kjo... Kemi çfarë të dim kur thot në fakt mendoj dhe po dhe jo. Po, pikërisht. Ta zgjidhim. Kjo, ashtu si që tjetër thot në summit, kur hipën në avion thot një gjë tjetër, është pjesë e stereotipit si politikan të tij, domethënë, dhe nuk ka bidet me njeri. Problemi është që kjo në fakt është një çështje që siç po e shikoj unë dhe nga ato që po lexoj, nuk është më çështje tani që force, domethënë thjesht çështje force, nuk diskutohet, domethënë, ai është një regjim që është kalbur në vetveten e vet, e kupton, domethënë nga mund të bjerë vet? Jo, është kalbur, por nuk bien ata vetë. E ke parasysh sa çra për shembull diktatura këtu në Shqipëri, domethënë në kuptimin vetëm gjeopolitikës. Por është e vërtetë që atje nuk është çështja vetëm tek ai është, po të shikojmë fenomenet e brendshme, është bërë dhe vend shumë i korruptuar, domethënë iranianët janë një popull shumë i zgjuar, unë kam njohur në të diasporës, edhe janë vërtet elitë edhe si diasporë. Me shumë gjuhë, të shkolluar. Po, ka një arsimim shumë të mirë, po? Por çështja është që atje, dakord, ka një diktaturë ku ngjajnë sikur janë gjithë të barabartë, etj, dhe prandaj ai lideri mbahet. Aty kanë filluar diferencimi, domethënë ajo elita e ashtu quajtur elitë e gardës revolucionare, se ata e bëjnë ligjin, se nga ata mbahet. Ata janë bërë shumë të pasur, bëjnë një jetë që nuk e fshehin. Ande nga një anë dënojnë... Kamenei kishte një jetë modeste, të paktën në dukje. Nuk kishte preferuar një jetë... Jo, se janë zbuluar, se ka ashu. Nga një anë dënojnë të rinjt kur ndjekin qik modën, ose kur bëjnë do një me rjetet, sepse vetëm rjetet janë ati që lullëzojnë në momentit saktuar, po. Dhe nga ana tjetër, kur kanë dalë foto se çfarë jetë bëjnë këta në vilat e tyre, e kupton, ose kur ikin jashtë Irakut, do më thënë është degeneruar, kur i thonë, jo më normali qytetëruar. Kështu që hipokrizia e regjimit është bjerur njëkohësisht besimi vendeve, sepse Irani është mbajtur shumë si një lider fetar i gjithë vendeve, do më thënë, Arabi Saudite, Katarit, etj. E ka humbur këtë, ka humbur besimin e leadershipit arab, të vendeve arabe, si të gjithë bashkë, do ishte shumë e vështirë, se më përpara ka qenë e vështirë, sepse ka qenë gati unik kundra Izraelit, dhe njëkohësisht dhe kundra Perëndimit, kur ka ardhur puna për çështja e tij të brendshme, tani nuk po shikojmë asnjë shtet të deklarohet. Dhe Erdogani nuk po deklarohet pro këtij, deklarohet kundra Netanyahu, ka kujin personale gati, dhe ka një kuptim kjo, sepse nëse Evropa e shpjegoi shumë mirë, këtu bën e sapet në mënyrë, prandaj është skepticizmi i Macronit, i Gjermanëve, i Evropës në përgjithësi që kërkon paqe. Sepse ka një faturë të lartë. Nga ana tjetër, Erdogani është gati në Iran, gati armiq është gati në Iran krijimi i shtetit kurd, domethënë, dhe e ka sponsorizuar këtë çështje. Dhe në qoftë se thotë rrëzohet regjimi, atëherë mua më hapet gjithë vlaga. Kështu që në këtë kuptim, nga ana tjetër, se nuk e zun fare në gojë, domethënë unë për këtë mendova se duhet të isha sot këtu, këta dhe në Shqipëri. Tani, po